Në mes të rrugës ka qenë një rrugë e bllokuar pej ushtrisë shqiptare, ku doktor Afrimi thot shoferit zbrit Pizgaverit, thot se nuhun e kem shumë gjendje të rëndë plagos, duhet me çu sa më shpejt. Der shoferi e largon, hip edhe vazhdojmë. Mbërrim spitalin e Bajramcurit, deri aty isha më thejka po të merë gjumi, mi lake boost, ka pak, doktori, shumë respekt për atë njeri, do të më qumë kom. Do të më qumë kom, për vlerën, për kontributin që ka dhonë. Kanë vendosën salë të operacionit, e dini motër më ka pështjel, me qepe se isha duke njërtë. E për vetë të atë merë gjumi, veç e pregaditi anestezionin, aty kisha zënë të hupi kontrolën edhe BM-nin ja këmë dhonë gabim. Kër e kam po vetëm, kishin operu në bark, krojnë më kishin shtin gips, komën më kishin lidh me fosha, ku nesër mëngjes vjen helikopteri i shtetit shqiptar, merë edhe më dërgon me helikopter deri në spitalin e Nën Terezës, spitalin ushtarak Tiranës, ku kam qëndru aty për 10-11 ditë më zgaboj, se di vllosnit e mi në Gjati Tahiri dhe Qazim Tahiri. I përshëndesmi shumë. Falënderit. Bravo, falënderit. Ato vinë aty, e din caks, atë 10-11 ditë është më zgaboj. Pej aty, Ministria e Shëndetësisë në atë kohë ka kënë zotri Shaip Muja gjatë luftës, bashkëpunim me generalat e NATO-s, marrin pej spitalit ushtarak, më dërgojnë në spitalin e Italisë, bashkë me një bashkëluftetar, drejton i Baklovës, ka qenë edhe në rast kosharës i plagos, bashkarisht në kanë dërgu atje. Ku e nënshtrona edhe 8 operacione tjera, kirurgjike, ortopedike, jam shumë mirënjohës për sjelljen e gjitha stafit mjekësor italian për kontributin ndaj ushtarëve të plagos artillerisë që kanë dhënë ata mjek. Bravo, do të vidje shumë e morë. Une pas ative shumë vujtjeve, zotri Sadri, mbas 10 mujësh, po vjen forca edhe për herë të parë, qona për krevetit, vendosa të qohëm edhe të hipin karrocë. Me siguri të është a i kini ato dëshmi, hipin karrocë edhe ju thamë ative shokve, luftetar, a ka mundësi të më qitni të shot dritën pak, se jam shumë i lodhur. Besa, jam kontu qarru, mëse kësha që i dorën e djellë ti mbilli sytë. Dita ditës isha duke marrë vetëm, erdhë momenti bona pak ma mirë, unë e pak thej, pa e gjoj lirin, po nuk i kam shok dhe shmesin të. Erdha në Kosovë, më pritën shumë familjarë për i spitalit në aeroportin, tash Adem Jashari në Prishtinë. Më pritën, më përqafuan me gzim, po mu më brengoste, aje e ka lumja, su më përkthejna, po shumë shok me tëm. Edhe sot, desha ta lidhi matë, edhe sot, me thonë dikush, liria s'ka emën, liria ka emën se këta të rishkronja jënë tarta, jënë la me gjak. E vërti. Do të me pas, çdo luftetari vërtet do të me pas kujdes çka flet. 2010 ishën, zotri Sadri, unë jam martu, shoqen e kam nga komuna e Lipjanit, Zoti mi ka kriju 2 fëmijë, 2 djem i kam, inshallah Zoti rumë, gjithë ata që s'kanë Zoti i gëzon. Amen, bravo. Kjo është e jeta ime e vujtjeve, edhe dikush me na fol keq për luftën është e papranueshme. Kam dëgju në se s'po du më të bëtishtu vujtjet, se
Na emocionove gjithë, kam dëgjuar që edhe bashkëshortën Bashkëshortën gati që 6 vite e kam me kancer. Unë me ty jena pas edhe ti nonën të ndjes, o ti inshallah e ka shku në xhenet, kam po në onkologji, ku e faleminderoj edhe doktorin, nëse mirë për të hapësirë. Po, pa problem, Elir Kurtishin. Elir Kurtishin që ka dhënë një kontribut jashtëzakonshëm, edhe ende është për kujdesjen e shoqës, po këta janë sfidat nga ana e Zotit. Pashtu, ta përshëndes edhe pse kem prezent komandant Molon me iniciativën të gjithë për luftëtarin, është me të vërtetë është briljant për çdo organizim që bëjmë. Me gjitha është njeri dashur edhe është unifikues shumë.